Shkodra ka hyrë zyrtarisht në javën e festimeve të karnevaleve, një nga ngjarjet më të dashura dhe më të gjalla të qytetit, që do të zgjas përgjatë gjithë javës me aktivitetet për të gjitha moshat. Atmosfera festive ka nisur të ndihet në çdo cep të qytetit, duke kthyer Shkodrën në një skenë të hapur gëzimi dhe argëtimi. Sipas programit të përgatitur, karnevalet do të sjellin parada mallështore, aktivitete argëtuese për fëmijë, performanca artistike, muzikë, drita dhe surpriza të shumta, që do ta mbajnë gjallë ritmin e festës gjatë gjithë ditëve në vijim. Drejtoria e Kulturës në Bashkinë Shkodër, Sara Smaja, theksoi se kjo javë do të jetë e mbushur me spektakël dhe energji pozitive, duke ftuar qytetarët dhe vizitorët nga të gjitha trevat që t'i bashkohen festës dhe të përjetojnë nga afër atmosferën unike të karnevaleve shkodrane. Java e karnevaleve sapo ka nisur, nga sot fillojnë festimet për karnevalet e vitit 2026, do ketë një program të larmishëm, do jetë një ekspozitë hapur çdo ditë përpara sheshit të bashkisë. Janë 2 koncerte të mëdha, të premten edhe të shtunën, dhe 2 parada të mëdha, e shtuna mbasdite dhe e diela paradite. Kjo do jetë një fundjavë me ngjyra, me festime, me spektakël dritash, me muzikë, me betet karakteristike të karnevaleve, dhe ne i ftojmë që të gjithë që të bëhen pjesë e saj. Java e karnevaleve pritet ta shndërrojë Shkodrën në kryeqendrën e festës, ku tradita, krijimtaria dhe argëtimi ndërthuren për të sjellë një qytet plot jetë dhe ngjyra.